pushtete. Rasti ka përfundu me vrasje. Fillimi, qatë qërtimit thash edhe shkresat landës edhe sot do pak kune marrë historiatën e pahere që shka pasë jetë bashkërtore këtë. I njëjti bashkërt ka qenë ndëkimin e alkoolit, varësi i alkoolit. E dyta, pa punë, me social. Dhe asë një herë e ka paraqit bashkërtja, mirët para burgim, bëhat, lirohet, përsëri kthehet tek krye vetë. Dhe asë një herë, asë një institucion nuk dul, me thëmë po, se njëri kur shkon 8 orë në punë, e ka vetëm mendin tek puna. Nuk ka probleme ty, kam, nuk kam. Ish bashkëshort gjithë më i kërkoj ke gruz, meri pare tek vlezit e tu se jashtë e ki, atjerë nuk presion psikik, asë njerë nuk ka ndërhy shtetin këtë rast për punësim, të angazhojnë një psikolog. Pse? E ka smundje kronike, a ka probleme psikike, a ka është varësi alkoolit, çka është problemi aty? Besoj, kishin reagu institucionet, hapi parë, qendër për punë sociale, akterët kryesorë, të cilët e menaxhojnë stresin, situatën, çështje familjare, nuk kisha ardhur këtu. Po na gjithmonë e kemi dhunë paraqit të shkon burg, kthehet përsëri te kryesi. Çka rezultate është këtu? Gjithmonë të shtim. Ai gabim është hala më ajo që ka pranuar. E kam fjalën që duhet të kemi një praktik të punojmë me kryesin dhe recidivistin.